Sikur kjo të ishte klas, u titullua shfaqja që u luajt mjaft bukur nga nxënësit e gjimnazit Hajdar Dushi në Gjakov. Regjinë skenarin dhe për gjithë organizimin e bën vetë nxënësit në bashkëpunim me drejtorin dhe stafin e shkollës. Përgatitjet i filluan para 2 muajsh dhe çdo gjë ka shkuar si më së miri, pohuan 2 regjisorët që realizuan këtë dramë, thonë nxënësit. Jemi mundu me bo diçka shumë të mirë, tu mundu me disa profesionista, disa kemi pas ndihmë edhe prej disa profesionistave, edhe prej aktorëve tonë shok që kanë pas eksperiencë në aktrim, cilët edhe ata amatorë, po jemi mundu me bo diçka të mirë. Aktorët janë konë me eksperienca që kanë pas kalu edhe më herët, edhe kemi pas shumë të letë, janë konë shumë të kuptueshëm, edhe janë konë shumë persona që kanë pas përvojë, edhe e kena pas më të letë. Tema e pjesës teatrale trajtonte për ditëshmërinë dhe realitetin e nxënësve në shkollat të mesme, për problemet që ata bëjnë gjatë orëve mësimore. Njëra nga aktorët theksoi se është ndier mirë në rolin e saj. Na jemi mundu që mi shfaq një ditë që buajmë domethënë në shkollë, edhe për te domethënë shakove dhe ndodhive që na ndodhin në klasë, na kena hapur edhe një mesazh shumë të mirë. Kjo pjesë u përcjell me duar trokitje nga numri i madh i publikut që kishte mbushur sallën e Pallatit të Kulturës Asim Vokshi. Derisa edhe u argëtuan mjaft me lojën e aktorëve të personazheve në shfaqje.